Hej, ju njerëz të bukur, si një sot, si po kaloni? Emër kur aty? Mos e pyetni. Dolëm një xhiro që thoni, aty te lumi në Florina, me që është shumë ditë ngrohtë edhe e bukur. Edhe pastaj ja pas xhiros, vajtëm te dentisti, edhe prandaj u flas kështu. Mos e pyesni. Eva po bën siguri ka dhimbje. Ja. Edhe unë që si droj do të këta dentistat ma japin në nerva. Nejse, pastaj jam mbaruan punë dhe vajtëm të fshati Evës, të i vjerës të Evës, të pim një kafe aty, të rrim në një hije, se në dielli nuk durohet, është shumë ngrohtë. Edhe na bën Eva kafen aty që thoni, me ajke me të gjitha, një koqire tamam. Ja dhe kafja edhe gota me ujë. Po. Pim edhe kafen që thoni, edhe pastaj djali po luante me macet, por macet i kanë frikë fëmijët, nga që nuk i lën të qetë, edhe do që ti që të shpëtoj e shkreta, edhe ku tjetër do shpëtoj, hipën në majtë pjergullave, që të mos i kapi do Dimitri. E Dimitri thot pëse s'më do macja. Ciao!